kjo zonë është zonë e mbrojtur me ligj dhe s'mundesh në një ditë që ta shkatrosh. Ndër të katërta opsionet, qeveria jon ka zgjedhur opsionin më të dëmshëm në aspektin biologjik dhe mjedisor fizik. Ne mund ta paguajmë këtë nëpërmjet ndryshimeve që ndodhin në natyrë, sot ose nesër, kjo është e sigurt që na kthehet mbrapsht. Të tre këta mesazhe kanë një emërues të përbashkët: Aeroporti Ndërkombëtar i Vlorës, një nga projektet më skandaloze të qeverisë Rama, për të cilin ka 3 vjet që punohet pa rreshtur. Po le të marrim gjërat me radhë nga fillimi. Diskutimet për ndërtimin e këtij aeroporti nisën që në vitin 2018, por vetëm në vitin 2021 gjithçka u bë konkrete. Në 20 prill të njëjtit vit u lidh kontrata e koncesionit mes shtetit shqiptar dhe konsorciumit që u shpall fitues, Mabetex Group në pronësi të Bexhet Pacollit, që zotronte 58% kapitalit, Yda Group me 40% kapitalit, një kompani turke e njohur për lidhjet e ngushta me presidentin Recep Tayyip Erdogan, dhe 2A Group me 2%. Yda Group u largua më pas nga aeroporti duke i shitur aksionet e saj për një vlerë modeste prej 4.450 euro. Okej, deri këtu asnjë lloj problemi. Jemi mësuar me këtë gjëra apo jo? Të paktën me letra, sepse problemi vërtet fillon kur mësohet vendi ku do bëhet aeroporti, që është zona e mbrojtur e Vjost Nartës, e shpallur e tillë që në vitin 2004. Narta strehon, ushqen, krijon vend të sigurt për folezim të rreth 63% të gjithë shpendëve që ndodhen në Shqipëri. Pra është një shtëpi e dashur për shpendët. Në Nartë identifikohen së paku 33 lloje shpendësh të cilët janë në listat e shpendëve të rrezikuar të vendit tonë. Por le të kthehemi edhe një herë tek diskutimi teknik i këtij projekti, për të cilin duket që as vetë qeveria nuk është aq e bindur. Kostoja e ndërtimit të këtij aeroporti arrin në 104 milionë euro, por taksapaguesit do detyrohen të paguajnë 138 milionë euro në rast se koncesioni dështon. Në dokumenta standarde të koncesionit thuhet se projekti mbart rrisje të larta për arsye se është një aeroport i cili ndërtohet nga fillimi në një zonë të gjelbër dhe është e pamundur të parashikohet me saktësi trafiku dhe nuk ka një bazë të dhënash. Në këto kushte, në rast se do të vendoset të vazhdohet me zhvillimin e këtij projekti, atëherë autoriteti kontraktues do të marrë masat për të garantuar të ardhurat e parashikuara në skenarin bazë për 10 vitet e para të operimit. Pra, qeveria merr përsipër rreziqe me miliona euro për projekte që janë të pastudiuara saç duhet. A ka emërtim tjetër kjo, përveç se bixhos me lekët e popullit? Pavarësisht këtyre pasigurive, më 28 nëntor 2021, makineritë e rënda pushtuan zonën e mbrojtur të Vjost Nartës për të nisur ndërtimin e aeroportit. Dhe që për asaj dite, ju dha goditje shumë e fortë ekosistemit më të veçantë që kemi ne, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Europën, i cili fatkeqësisht në një pjesë të tij e ka humbur këtë status, me justifikimin e zhvillimit ekonomik. Është një habitat unikal, në Shqipëri nuk kemi një të dytë, për shkak të vetë kompleksitetit të tij ose formimit të tij që është i ndarë nga laguna dhe kriporja nga pjesa tjetër. Vetë kriporja bën që aty të ketë ushqim gjithmonë dhe të ketë vende të mjaftueshme folezimi për lloje të veçanta. Është rrugë shtetimi për Adriatic Flyway, që do të thotë që është një stopover, pra është një hambar ku ndalojnë të gjithë speciet ku shtektojnë ndërmjet Afrikës edhe Europës. Pra zë shtektarë që vinë më shumti nga Afrika e kanë si pikë stacione lagunën e Nartës, ku ushqehen, folezojnë, çiftojnë, bëhen gati për të ikur për shtektuar. Por jo vetëm kaq. Një kontingjent i mirë i tyre qëndrojnë, çdo thot kalojnë dimrin në këtë mjedis. Vjost Narta përdoret kryesisht nga të rinj, pra në momentin që ato dalin nga ishulli i folezimit, bëhen të aftë për të fluturuar, përdorin pikërisht të zonë për të kaluar atë adoleshencën, le të themi, pjesën e maturimit. Zona e mbrojtur Vjost Nartë është important bërderja, pra është IBA, zonë e rëndësishme për shpendët. Është KIBA Diversity Area, që do thotë zonë kyçe për biodiversitetin. Është zonë kandidate emerald, që është një rrjet europian ekologjik për mbrojtje e zonave me rëndësi për konservim. Përmbush të gjitha kriteret për që një zonë Ramsar, që do thotë ne kemi ratifikuar ca marrëveshje që është Konventa e Ramsarit dhe duhet t'i përmbahemi ligjërisht, kemi detyrim ligjor për t'i mbrojtur këto. A mendoni se qeverisë toni kanë interesuar këto fakte të rëndësishme për vendin ton për te kufive? Përkundrazi, ajo ka vepruar në mënyrë tinzare duke shkelur ligjet dhe rregullat kombëtare dhe ndërkombëtare. Aeroporti aktualisht po ndërtohet jo më larg se 50 metra kripores së lagunës. Këtu, për të legjitimuar procesin, qeveria ato 300 hektarët ku po ndërtohet kantieri i ka hequr nga ligj i zonave të mbrojtura duke i zhvlerësuar.
pra duke hequr statusin e mbrojtjes. Çfarë kriterësh përdor qeveria për të këmbgulur që duhet ta bëjmë patjetër aty? Është më pak i shpensueshëm në aspektin ekonomik, pse është tokë publike, dhe tjetra që është tokë tjerë. Dhe e treta që është ndoshta që më shumë i mëshojnë ata që ka qenë aerodrom, që do thotë që ne e kemi përdorur për këtë punë, kështu që ju tani nuk keni të drejtë të ngriheni për këtë gjë. Por me sa duket, dy ministrat tona më të suksesshme nuk i kanë llogaritur dhe aq mirë deklaratat e tyre, duke krijuar mospërputhje, por që gjithsesi nuk ka ndryshuar asgjë. Kjo është e gjitha zona e mbrojtur e peizazhit, me gjithë këtë kufirin me ngjyra, brenda së cilës, nëse e dalloni, është ky rreshti këtu, ky shiriti i gjelbërt me shenjën e avionit. Duhet kemi parasysh që ne nuk ndodhemi në një zonë të mbrojtur. Kjo është një zonë ushtarake, një pistë natyrale ndërtuar rreth viteve 1920 nga ushtria italiane. Nuk kemi pasur asnjë pjesë të futur në zonën e mbrojtur. Njëra nga dy ministret gënjen hapur. Kumbaro, kësaj radhe ka bërë pushim. Asnjë konsultim publik nuk është bërë siç duhet me grupet e interesit. Asnjë proces i duhur nuk është marrë për vlerësimin e duhur shkencërisht pse ky spot. Por kemi një VNM e cila propozon 4 alternativa. Ka qenë Akërnia, lokacioni aktual ku ka filluar ndërtimi i aeroportit, ka qenë Risilia, ka qenë dhe 2 alternativa Levan dhe Kafaraj që janë pak më në veri të alternativës aktuale. Të 3 këto alternativa të tjera kanë qenë jashtë zonës së mbrojtur. Qeveria jon ka zgjedhur opsionin më të dëmshëm në aspektin biologjik dhe mjedisor fizik. Vjen një leje ndërtimore që ka dalë në maj të 2023-shit. Më fal, mund të dalë leja ndërtimore në maj të 2023-shit dhe punimet të nisin në tetor të 2021-shit? Absolutisht jo. Le ta hamundsojmë që nesër fillojnë fluturimet në aeroportin e Vlorës. Çfarë do ndodh? Cilat do të jenë pasojat për shpendët, por jo vetëm për shpendët, por edhe për njerëzit që do fluturojnë me avion në këtë aeroport, në këtë zonë të mbrojtur. Fluturimet që do të ngrihen nga ky aeroport, patjetër do të përballen me tufa shpendësh të cilët vinë për të ushqyer në këtë zonë apo tufa shpendësh të cilët migrojnë përgjatë vijës së Adriatikut. Trembja, le të themi që është një nga ndikimet e rënda që do ketë operimi i aeroportit, por fatalitetet që mund të mësojnë shpendët, fatalitete me humbje speciesh, do të jetë ndikimi më i rëndë. Edhe për vetë fluturimet, do të jetë një problem. Jo më larg se disa ditë u përballëm me një avion të rrëzuar shumë afër rajonit ton, i cili u shkaktua, të paktën të dhënat paraprake mendohet që u shkaktua nga thithja e turbinës së motorit të një shpendi të konsiderueshëm, e cila psoi dhe fatalitetin edhe në njerëz edhe rrëzimin e avionit. Do të ishte thjesht katastrofike për këto shpend, sepse patjetër nëse ti vendos një pengesë përtej pengesave të tyre të përditshme që shpendët kanë, siç janë mund të jenë shumë kërcënime të tjera, i shtohet edhe një tjetër pra që i pengon rrugën. Pra do ishte katastrofike për to. Dhe për plasjet do ishin pashmangshme, duke qenë se ato e përdorin shpesh këtë rrugë. Duke marrë parasysh këtë skandal, ka patur reagime të ashpra dhe nga komuniteti ndërkombëtar, i cili ka folur qartazi për faktin që aeroporti ndërkombëtar i Vlorës, në vendin ku po ndërtohet, është thellësisht i gabuar dhe i jashtëligjshëm. Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolut në korrik të këtij viti, ku thot qartazi që ndërtimet e aeroportit Vlorës duhet të stopohen në mënyrë të menjëhershme pasi janë në kundërshtim me regjimet e mbrojtjes dhe me ligjin vendas si dhe me konventa ndërkombëtare. 33 organizata kanë dërguar 3 letra të dedikuara. Një letër është dërguar kryeministrit ton, një letër është dërguar Komisionit Evropian, i cili ka reaguar më herë, dhe letra e fundit është dërguar Shoqatës Ndërkombëtare të Transportit Ajror. Konventa e Bernës, si instrument i Këshillit të Evropës, i rekomandon Shqipërisë që duhet të pezullojë ndërtimin e aeroportit Vlorës dhe duhet të marrë një vlerësim të ndikimit në mjedis cilësor, shkencor, të mbështetur në të dhëna shkencore dhe të rishikojë këtë vendimarrje që është bërë. Pra, ne ndikojmë edhe në speciet ndërkombëtare. Të dyja këto do të diskutohen në Troez kur ne të flasim për hyrjen tonë në Bashkimin Evropian. Është pa diskutueshme, është kapitull 27. Por qeveria ka zgjedhur, besoj të heshte, me synimi besoj strategjik, që gjithë e dinë që ta avancojmë me punimet dhe mos të kemi më kthim mbrapsht. Por organizatat kombëtare të mbrojtjes së mjedisit nuk janë mjaftuar vetëm me nota proteste, por tashmë ka nisur edhe një betejë ligjore kundër qeverisë shqiptare. Një grupim organizatash, PPN-a dhe AOS, me mbështetje edhe të organizatës ndërkombëtare Natur, e ka shpënë çështjen në proces gjyqësor. Konkretisht janë 2 çështje gjyqësore që po trajtohen, është çështja kundër ndërtimit faktik të aeroportit brenda zonës së mbrojtur, si dhe çështja e rishikimit të kufive të zonës së mbrojtur Vjosnart, e cila u bën në mënyrë të padrejtë pikërisht për të hequr sipërfaqen e territorit ku po ndërtohet aeroporti nga zona e mbrojtur e mëparshme Vjosnart. Kjo betejë
e grupeve mjedisore, po përpiqet të shitet nga qeveria dhe mediat pranë saj, si një betejë e kotë e disa njerëzve të çartur, të cilët nuk e dashkan zhvillimin, por në të vërtetë, organizatat mjedisore nuk kanë qenë kurrë kundër ndërtimit të një aeroporti tjetër, kudo qoftë ai, me përjashtim të faktit që mos jetë në zona të mbrojtura dhe në zona me vlera të larta ekologjike. Ne jemi për zbatimin e ligjit në mbrojtje të faunës dhe florës së vendit. Do të ishte fare pa nevojshme, duke qenë se ne tashmë një aeroport jo më pak se 2 orë larg nga ky vend ku propozohet ky aeroport i ri, e kemi tashmë. Mund të propozohej, pse jo, zmadhimi i atij ekzistues dhe mund t'i përmbushte shumë mirë nevoja pa ndërhyrë në këtë habitat që për të vërtetë është një oazë për shpendët. Duke i vënë në balans këto të dyja, besoj që prevalon natyra, sepse kjo zonë është zonë e mbrojtur me ligj dhe s'mundesh në një ditë që ta shkatrosh. Është zonë e rëndësisë kombëtare me një fokus tjetër, sepse sot është aeroporti dhe nesër po bëhet gati edhe ndërtimi i resorteve, edhe miratimi që po bëhet gati i PDZRK-s Vjosnart, i cili do t'i hapi rrugën dhe urbanizimit të kësaj zone. Gjithçka është e qartë. Një aeroport në zemër të zonës së mbrojtur që do të shërbejë për një kategori personash të cilët janë të gatshëm ta kthejnë të gjithë zonën përreth në një mega zinxhir resortesh në favor të gjoja turizmit elitar. A mund të ketë një karma në të gjithë këtë që po ndodh? Ne mund ta paguajmë këtë me vështirësimin e futjes tonë në Bashkimin Evropian. Dhe ajo që është më e rëndësishme, ne mund ta paguajmë këtë nëpërmjet ndryshimeve që ndodhin në natyrë, që sot ose nesër kjo është e sigurt që na kthehet mbrapsht. Vetëm atë që i bëjmë natyrës, në asnjë rast nuk mbetet pa paguar.